Policia e Vlorës zbart detaje nga ngjarja tragjike e ndodhur në zonën e Skelës ku një fëmijë humbi jetën pasi ra nga lartësia e balkonit të pallatit ku jetonte. Voglushi ishte vetëm 2 vjeç dhe ngjarja tragjike ndodhi në lagjen Pavarësia 3 rreth orës 18:30. Policia thot se në shtëpi ka qenë dhe nëna e viktimës, por e ka humbur vëmendjen për një çast nga voglushi, i cili po luante në balkon dhe aksidentalisht është rrëzuar. Në lagjen Pavarësia 3, një fëmijë 2 vjeç dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga balkoni i banesës në pallatin ku banonte dhe përpasoj ka ndërruar jetë në vend. Nga të dhënat paraprake rezulton se fëmia ndodhej në banesë së bashku me nënën e tij shtetase në KH, thon burimet zyrtare. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për serimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.